Kanë qenë duke peshkuar në ujërat territoriale shqiptare, por janë ndaluar nga anija e rojes bregdetare greke. Ky është pretendimi që vjen nga një kompani e cila administron anije peshkimin në Sarand. Anija Mario 1 mësohet se ishte duke peshkuar rreth 2.1 milje larg bazës detare të marinës së Sarandës, kur është ndaluar nga roja bregdetare Korfuzit, me pretendimin se ishin shkelur ujërat. Kapiteni dhe motoristi i anijes pretendojnë se janë fyer dhe kërcënuar nga punonjësit e rojës bregdetare greke. Fregata jonë e roja bregdetare ishte pak më përpara në ujërat shqiptare, edhe ne ishim në ujërat shqiptare. Ata na erdhën në bashin e anijes dhe me një gjuhë jashtëzakonisht shumë të rëndë, filluan të ulërisnin, do t'ju marrin brenda, do vini brenda mene. Për çfarë arsye? Se keni shkelur ujërat. Na erdhën prapë pardije, por nuk që e njëjti person. Ai që fliste sot. Shumica anijeve peshkojnë këtu në këto ujëra. Kjo është viza e kufirit. Dhe unë kam qenë këtu. Jam kthyer dhe ajo më ka ardhur këtu mua. Ti je në ujërat shqiptare? Unë jam komplet në ujërat shqiptare. E ku kemi Mausin, e çoj Mausin këtu, vendi që ka ardhur fregata greke dhe kam pasur mbi gjysmore në krah. Koordinatat janë këtu. Ka 4 ditësh, ka para 3 ditëve, ka hipur në varr me urdhrin tim. Po? Ka verifikuar plotërin, pretendonin se ishin ujërat e atyre. Dhe na ka kërkuar falje, jeni shumë në rregull. Ndërkohë administratori i kompanisë së peshkimit kërkon ndërhyrjen e shtetit shqiptar, pasi thekson se ky është një incident dhe një rast i përsëritur. Jemi brenda ligjit, brenda rregullave të shtetit tonë dhe i kërkojmë shtetit tonë që siç na ka qendruar në ndihmë deri këtu, të interesohet që të zgjidhet një herë mirë kjo punë, sepse ne ushqejmë familjet tona, ne kemi punëtor. Incidenti ka mbledhur në portin e peshkimit në Sarand, punonjës të rojës bregdetare e policisë kufitare, të cilët jashtë kamerave pohojnë se përplasja ka ndodhur ndërsa anija shqiptare ndodhe në ujërat territoriale shqiptare.